Përshëndetje, ju flas nga zyra e shtypit e partisë Lëvizja Shqipëria e Re. Pjesë e deklaratave të shtypit këto ditë janë bërë synimet që partia Lëvizja Shqipëria e Re ka përcaktuar për 4 vitet e ardhshme. 12 synime, të cilat u japin përgjigje disa prej shqetësimeve më të mëdha që ka aktualisht shoqëria shqiptare. Do të vijojmë sot me 2 prej tyre. Së pari, hapjen e 77.000 vendeve të reja të punës në vit në të gjithë Shqipërinë, proporcionalisht 5.000 vende të reja pune për çdo qark, si dhe 1.700 vende të reja pune për hapësirën Tiranë-Durrës. Për hapjen e këtyre vendeve të punës do të shfrytëzohen të gjitha burimet e brendshme si dhe tërheqja në mënyrë agresive dhe joshëse e investimeve të huaja, qeraja tatimore dhe taksimi mbi xhiron, krijimi i zonave të lira industriale, krijimi i zonave të lira turistike, popularizimi apo masivizimi i prodhimit të energjisë, industria e peshkut, industria e detit, përfshirë edhe transportin, industria minerale dhe metalurgjike. Pra, nxitja e investimeve në miniera, por edhe në fabrika dhe uzinat e përpunimit të kromit, të hekurit, nikelit, bakrit apo edhe metaleve të tjera. Thithja e investimeve për ansamblin dhe montimin e produkteve të kompanive lindore, kryesisht kineze, do ta shndërronte Shqipërinë si një trampolinë investitorëve të lindjes për të hyrë në mesdhe e mëtej edhe në perëndim. Kjo platformë do ta shndërronte Shqipërinë në një vend që shumë shpejt do të punësonte me qindra e mira njerëz. Së dyti, 21.000 punishte apo sipërmarrje prodhuese të ndihmuara nga shteti në fazën e investimit fillestar. Eksporti i prodhimeve tona duhet të jetë qëllimi final i këtyre sipërmarrjeve. Faleminderit.